Shqiptari që u martua në Francë me motrat nga Gana. Arsyeja e tij do t'ju lër pa fjalë. Përshëndetje të dashur dëgjues. Kjo është historia e vërtetë dhe tronditëse e një shqiptari nga Shkodra, i cili, pas shumë vitesh emigracioni në Francë, u bë protagonist i një ngjarjeje që bëri buj jo vetëm në komunitetin shqiptar atje, por edhe në rrjetet sociale. Arsyeja: ai u martua me 2 motra nga Gana, një vend i largët në Afrikë, dhe gjitha nisi nga një qëllim krejt i pafajshëm, por që përfundoi duke tronditur gjithë ata që e njihnin. Historia e tij është plot me ndjenja, dilema, dashuri, tradhti dhe një vendim që askush nuk do ta kishte pritur nga një burr si ai. Quhet Ariani, një 34 vjeçar i zakonshëm që kërkonte thjesht një jetë të qetë të ndershme në Francë, por që fati i tij u lidh në mënyrën më të çuditshme me 2 motra që do t'i ndryshonin jetën përgjithmonë. Pjesa e parë, takimi që ndryshoi gjithçka. Rreth 3000 fjalë. Ariani kishte emigruar në Francë në moshën 22 vjeçare. Si shumë të rinj shqiptar, kishte ëndra të mëdha, por realitetin e kishte të vështirë. Jetonte në periferi të Lyonit, në një apartament të vogël me 2 shokë. Punonte në ndërtim, orë të gjata, pagë minimale, dhe me shpresën që një ditë do të kursente mjaftueshëm për t'u kthyer në atë dhe. Por jeta nuk i kishte rrjedhur ashtu siç kishte menduar. Kishte kaluar vite pa pushime, pa familje, pa dashuri të vërtetë. Derisa një ditë, rastësisht, jeta e tij mori një kthes të papritur. Ishte një diel dhe Ariani kishte dalë në një treg të hapur për të blerë fruta e perime. Atje takoi një vajzë me ngjyrë që po përpiqej të komunikonte me shitësin. Vajza nuk fliste mirë frëngjisht dhe duke parë vështirësinë e saj, Ariani u afrua për ta ndihmuar. "Pardon, mund të ndihmoj?" I tha ai në frëngjisht të thyer. Ajo qeshi lehtë dhe tha: "Po, faleminderit, dua të blej disa mango, por nuk më kupton ky zotëria." Ariani ndihmoi dhe pas pak minutash biseda mes tyre kaloi nga tregu në një shëtitje të shkurtër drejt stacionit të metros. Vajza quhej Aisha, 27 vjeçe, e ardhur nga Gana. Jetonte në Francë prej vetëm 6 muajsh. Kishte ardhur bashkë me motrën e saj të vogël, Lina, për të ndjekur studimet në dizajn dhe për të ndërtuar një jetë të re. Atë pasdite ndodhi diçka që Ariani nuk e kishte ndjer prej vitesh. Një ngrohtësi e çuditshme, një lidhje menjëhershme me dikë që as nuk e njihte. Kishin kaluar vetëm disa orë bashk, por ai ndjeu një afërsi që se kishte përjetuar as me vajzat shqiptare që dikur i kishte dashur. Pas disa takimesh të tjera, lidhja mes tyre u bë më e fortë. Ariani ndjeu se Aisha ishte ndryshe, e sinqertë, e qeshur, me një shpirt që e çlironte nga trishtimi i përditshëm. Në muajt që pasuan, ajo u bë pjesë e jetës së tij. E vetmja që e kuptonte, që e motivonte të mos dorëzohej. Ata nisën të bashkëjetonin në një apartament të vogël pranë qendrës së qytetit, por jeta kishte përgatitur një surprizë shumë më të madhe për të. Një mbrëmje, Aisha e ftoi Arianin për darkë në shtëpinë ku jetonte më parë me motrën e saj, Linën. Ishte hera e parë që ai do ta takonte atë. Kur dera u hap, Ariani mbeti i shtangur. Përpara tij qëndronte Lina, një vajzë më e re, por me një ngjashmëri tronditëse me Aishën. Sytë e mëdhenj, buzëqeshja e njëjtë, por me një energji krejt tjetër më e qetë, më e thellë, më misterioze. Gjatë darkës, biseda rrite lirshëm, por Ariani e ndjente që Lina po e shikonte me një lloj kurioziteti të çuditshëm. Në fund të mbrëmjes, ajo i tha me zë të butë: "Kam dëgjuar shumë për ty." Aisha flet gjithë kohën për dashurinë që ndjeni. "Të dua shumë për këtë." Ajo buzëqeshi, por në sytë e saj kishte diçka që Ariani nuk arriti ta lexonte. Ishte një ndjenje e përzier midis admirimit dhe xhelozisë. Ditët kaluan, por pas atij takimi gjithçka filloi të ndryshonte. Lina filloi ta kërkonte shpesh Arianin për ndihmë me dokumentet e universitetit, për ndonjë transport apo thjesht për kafe. Në fillim ai e mori si miqësi, por me kalimin e kohës ndjeu se ajo po afrohej shumë. Një mbrëmje, ndërsa Aisha ishte në punë, Lina erdhi në apartamentin e tyre për t'i dorëzuar disa letra. Ai e ftoi brenda për një çaj dhe biseda mes tyre zgjati më shumë se duhej. Në atë çast, ajo i rrëfeu diçka që e la pa fjalë. "A e di që unë të pash në ëndër shumë përpara se të takoja, dhe që Aisha më tregonte gjithmonë për ty. Unë e ndjeja sikur do të ishe i imi." Ariani mbeti i heshtur. Ai nuk e kuptonte nëse ajo po bënte shaka apo po fliste seriozisht. "Lina, ti je motra e saj. Mos e thuaj këtë." Por ajo ju afrua dhe me një zë të dridhur i tha: "Unë nuk zgjedh këta dua, Arian. Zemra ime e bëri pa më pyetur." Ajo e puthi, dhe për disa sekonda ai nuk u largua.
Ishte si një rrymë që e paralizoi, por pastaj u ngrit me një herë dhe doli jashtë. E dinte që kishte ndodhur diçka e tmerrshme, diçka që mund ta shkatëronte gjithçka. Në ditët që pasuan, ndërgjegja e mundonte. E donte Aishën, por në heshtje ndjente diçka të fortë edhe për Linën. Dhe kur mendonte se situata nuk mund të bëhej më ndërlikuar, ndodhi ajo që askush se kishte pritur. Një mëngjes, Aisha ul përballë tij, me sytë e fryrë. Dua të them diçka, tha me zë të ulët. Jam 7 zën. Arjani e përqafoi, por në të njëjtën ditë mori një mesazh nga Lina. Duhet të flasim. Është e rëndësishme. Kur u takuan, ajo i tregoi diçka që e tronditi përfundimisht. Edhe unë jam 7 zën, Arjan. Në atë moment bota ju shem. 2 motrat nga Gana që ai donte në mënyra të ndryshme, tani mbanin në bark fëmijët e tij. Dhe ajo që pasoi më pas do të shndërrohej në historinë më të çuditshme të komunitetit shqiptar në Francë, sepse vendimi që mori Arjani do t'i trondiste të gjithë. Arjani nuk e mbante mend si kishte mbërritur në shtëpi atë mbrëmje. Koka i buqiste, gjaku i rrihte fort në vesh, duart i dridheshin. Njëra motër nëna e fëmijës së tij dhe tjetra gjithashtu. Kishte bërë diçka që as vetë nuk mund ta besonte. E megjithatë tani duhej të përballej me pasojat. Të nesërmen nuk shkoi në punë. Qëndroi gjithë ditën në dhomë, pa ngrënë, pa folur me askënd. Telefoni i binte pa pushim, Aisha e shqetësuar, Lina duke i kërkuar që të flisnin. Ai nuk dinte nga t'ia fillonte. Si mund t'i tregonte Aishës që edhe motra e saj ishte 7 zën me të? Si mund ta shpjegonte një gjë të tillë pa e shkatëruar të dyja? Në mbrëmje trokiti dera. Ishte Aisha. Kishte sjell ushqim me shpresën që ta qetësonte. Arjan, çfarë ke? Që kur të thash për 7 zënin je bërë i ftohtë, më tremb kjo heshtje, i tha ajo me syt plot lot. Ai mori frym thellë dhe ndjeu se nuk mund ta mbante më brenda. Aisha, duhet të them diçka që do të dhemb. Mos më thuaj që nuk e do fëmijën. Jo, s'është kjo, por Lina është gjithashtu 7 zën. Dhe fëmia është i imi. Aisha e pa për disa sekonda pa folur. Sytë e saj u zmadhuan, fytyra ju zbe. Dhe më pas një qare mbytur i shpërtheu. Ul në dysheme, duart në kokë, duke përsëritur vetëm një fjali. Jo, ajo është motra ime, ajo është motra ime. Arjani u përpoq ta prekte, por ajo e shtyu fort. Si mund ta bëje këtë? Si? Pas gjithçkaje që ndërtuam bashk, ti ishe njeriu që besoja më shumë. E di më vjen keq, Aisha. Nuk doja të ndodhte. Ishte një gabim, një moment i dobët. Nuk e dija se si do të ndihesha. Një moment i dobët. Tani e kupton se ke shkatëruar 2 jetë. Ajo doli nga shtëpia pa e parë më në sy. Ditët që pasuan ishin një makt. Aisha nuk i përgjigjej, ndërsa Lina e kërkonte me këmbëngulje. Një mbrëmje, ai shkoi në apartamentin e motrave. Kur hapi derën, pa të dyja aty. Fytyrat e tyre ishin të ngrira. Por në ajër ndihej se diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Aisha foli e para. Ne e dim që asnjëra s'mund të fshihet nga kjo. Të dyja mbajmë fëmijët e tu. Nuk dua që fëmia im të rritet me urrejtje. Duhet të vendosim çfarë do bëjmë. Lina uli kokën, por pastaj shtoi. Unë e dua ende Arjanin. Nuk e kërkova këtë situatë, por nuk mund të abortoj. Do ta mbaj fëmijën tim. Arjani qëndronte me styre si paralizuar. Ishte i përulur fajtor. Por brenda tij diçka i thoshte se duhet të bënte diçka që askush tjetër s'do guxonte ta bënte. Një vendim që do t'i shpëtonte të 3 nga shkatërimi. Ai foli ngadalë, por me një ton që nuk e kishte përdorur kurrë më parë. Në vendin tim në Shqipëri martesa është e shenjtë, por ka edhe raste ku njeriu duhet të sakrifikojë veten për nderin, për fëmijët. Nuk dua që asnjë nga ju të jetë nënë e vetme, as që fëmijët e mi të rriten pa baba. Prandaj do të martohem me të dyja. Ato mbetën pa fjalë. Je i çmendur, bërtiti Aisha. Ndoshta jam, por është e vetmja mënyrë që unë të mos humbas askënd. As ty, as fëmijët. Në Francë një martesë e tillë ishte e paligjshme, por Arjani kishte një plan tjetër në mendje. Ta bënte martesën simbolike, fetare, në mënyrë që të dyja të ndiheshin të pranuara dhe të sigurta. Ai donte t'i mbante afër, të kujdesej për to, edhe nëse bota e quante marrëzi. Ditët kaluan me slotësh dhe dilema, por kur fëmijët filluan të rriteshin në barkët e tyre, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Dashuria filloi të zbuz dhimbjen. Aisha dhe Lina, që dikur nuk flisnin, nisën të komunikonin.
Ishin motra dhe përtej plagëve i bashkonte e njëjta e vërtet. Dashuria për të njëjtin burr dhe për fëmijët që do të vinin në jetë. Në muajin e 7 të shtatzënisë, ato vendosën të qëndronin në të njëjtin apartament me Arianin. Për herë të parë, ai ndjeu se familja po merrte formë, ndonë se jo si çdo familje tjetër. Çdo mëngjes, ai përgatiste mëngjesin njërës, ndihmonte tjetrën me dokumentet, dhe çdo mbrëmje flinin në dhoma të ndara, duke ruajtur respektin dhe ekuilibrin që ishte ndërtuar me shumë mund. Komuniteti shqiptar në Lyon u përfshin nga thashë themet. Disa e quanin mëkatar, disa hero, por askush nuk e dinte se pse ai kishte marrë atë vendim. Vetëm ai dhe një njeri tjetër e dinin të vërtetën e plot. Një ditë në kafenen ku punonte, Arianin e takoi një plak afrikan, një prift i komunitetit nga Gana. Ai kishte dëgjuar për historinë e tij dhe i kërkoi të flisnin. Bir, dashuria ndonjëherë të çon në rrugë të vështira. Por çfarë kërkon ti, është paqe apo shpëtim? Ariani e pa drejtë në sy. Asnjërin. Kërkoj që fëmijët e mi të mos ndihen kur të turpëruar për mënyrën si erdhën në jetë. Plaku buzëqeshi lehtë. Atëherë martohu. Jo për pasion, por për paqe. Kështu një muaj më vonë, në një ceremoni të vogël fetare, në një sallë të thjeshtë afrikane në periferi të Lyonit, Ariani u martua simbolikisht me Aishën dhe Linën. Ceremonia u mbajt në fshehtësi, me disa miq të ngushtë dhe një premtim që ai bëri me lot në sy. Do të jem baba dhe mbrojtës për ju të dyja, derisa të mbyll syt. 2 muaj më vonë, Aisha solli në jetë një djalë Kleonin, ndërsa pas pak javësh Lina lindi një vajzë Miranën. Ishin si binjak nga 2 nëna të ndryshme, por me të njëjtin gjak, dhe Ariani e ndjeu se jeta e tij kishte marrë më në fund kuptim. Kur spitali publikoi foton e lindjes, historia u përhap në rrjetet sociale. Të gjithë flisnin për shqiptarin që u martua me motrat nga Gana. Disa e tallnin, të tjera adhuronin, por askush nuk mund ta mohonte një gjë. Ai kishte bërë diçka që shumë burra do kishin guxim ta bënin. Kishte zgjedhur përgjegjësinë mbi turpin, dashurinë mbi paragjykimin. Por në sfond fshihej ende një vërtet që askush se dinte. Pse në të vërtetë Ariani kishte marrë këtë vendim të çuditshëm. Një sekret që lidhej me një premtim të dhënë shumë vite më parë, dhe që do të zbulohej vetëm në pjesën e tretë. Ku do mësojmë arsyen e vërtet pse ai zgjodhi t'i mbajtë të dyja motrat, edhe pse e dinte që do sakrifikonte gjithçka. Kaluan 6 muaj që nga lindja e fëmijëve. Shtëpia e vogël në Lyon ishte mbushur me jetë, me të qeshura, zëra e aroma të përziera nga kuzhinat shqiptare e afrikane. Ariani për herë të parë ndjente një lloj lumturie të qetë. Në mëngjes zgjohej herët, përgatiste kafen për Aishën, ndëronte pelenat e vogëlushit të Linas, dhe pastaj nisej në punë. Gjithçka dukej në paqe, por në shpirt ai mbante një barë që po e gëryente dita ditës. Një sekret që nuk ja kishte treguar askujt, as Aishës, as Linas. Një mbrëmje, ndërsa të dyja flinin me fëmijët në dhomat e tyre, Ariani doli në balkon. Qielli ishte gri, era frynte fort, dhe në dritën e zbehtë të hënës ai nxori një letër të vjetër nga xhepi. Letra ishte zverdhur, me shkrim të dridhur, letra e fundit që i kishte dërguar babai i tij nga burgu në Shqipëri, vite më parë. Një kujtim i harruar nga e kaluara. Babai i Arianit, mentori, kishte qenë një burr i ndershëm, por i varfër. Kishte punuar gjithë jetën për të mbajtur familjen, derisa një ditë u arrestua padrejtësisht për një borxh që nuk ishte i tij. Ariani atëherë ishte vetëm 14 vjeç. Babai i kishte shkruar një letër që ai e kishte ruajtur gjithë jetën. Biri im, ndoshta nuk do të jem aty kur të bëhesh burr, por mbaje mend një gjë. Një burr nuk matet me pasurinë, por me sakrificën. Një ditë jeta do të vërë përpara një prove, dhe atëherë do e kuptosh nëse je vërtet i ndershëm. Mos lër askënd pa mbrojtje, qoftë edhe nëse bota të gjykon. Këto fjali ishin ngulitur në shpirtin e tij. Ishin bërë si betim i pashkruar. Dhe atë natë, teksa i lexonte sërish, kuptoi pse kishte zgjedhur atë rrugë të çuditshme. Ai nuk kishte dashur thjesht të shpëtonte veten. Kishte dashur të mbante një premtim ndaj babait të tij, duke mos lënë asnjë grua të vuante për shkak të tij. Tensioni që po rritej. Por jeta nuk ishte e thjeshtë. Sa më shumë kalonte koha, aq më e vështirë bëhej të ruante ekuilibrin midis dy grave. Aisha kishte filluar të ndjente xhelozi. Edhe pse përpiqej ta fshihte, çdo herë që shihte Arianin me Linën, syt i mbusheshin me dhimbje. Një mëngjes, ndërsa pinin kafe, Aisha i tha: "A ke menduar ndonjëherë se ndoshta ne po jetojmë një mashtrim? Se ndoshta s'duhet të ishim bashkë të tre?" Ariani uli kokën. "Nuk është mashtrim nëse e bëjmë për dashuri dhe për fëmijët.
Por unë s'dua ta ndaj dashurin time, Arjan. Unë dua të kem vetëm për vete. Në atë qast, Lina u fut në dhomë me fëmijën në krah. Pa fytyrën e Aishës dhe kuptoi gjithçka pa pasur nevojë për fjalë. Aisha e di çfarë mendon, por unë se kërkova këtë jetë. Nuk e zgjodha ta dua Arjanin. Thjesht ndodhi. Por tani që kemi fëmijët, s'kemi më të drejtë të kthehemi pas. Të dyja u përqafuan në heshtje, me lot në sy. Ishte momenti i parë pas shumë muajsh që nuk u pan si rivale, por si motra që ndanin të njëjtin fat. Sëmundja që e zbërtheu sekretin. Një natë, ndërsa Arjani po kthehej nga puna, ndjeu një dhimbje të fortë në kraharor. U rrëzua në rrugë dhe u dërgua menjëherë në spital. Diagnoza ishte e rëndë. Probleme të rënda në zemër të shkaktuara nga stresi dhe lodhja e tepërt. Mjekët i thanë qartë, nëse nuk qetësohej dhe nuk pushonte, rrezikonte jetën. Kur e morën vesh, Aisha dhe Lina shpërthyen në lot. Për herë të parë, frika i bashkoi më shumë se çdo gjë tjetër. Se di si do t'ja dalim pa ty, i tha Aisha duke ja mbajtur dorën. Do t'ja dilni sepse jeni më të forta se unë, u përgjigje ai me zë të butë. Pastaj u kthye nga Lina. Nëse më ndodh diçka, dua që të dyja të rini bashk, siç jeni tani. Mos e lini askën të ndaj fëmijët tanë. Një rrëfim që e ndryshoi gjithçka. Pas disa ditësh në spital, Arjani mori vendimin të tregonte të vërtetën që e kishte fshehur për vite me radhë. Një pasdite, i uli të dyja pranë shtratit dhe u tha: "Do t'ju tregoj pse bëra atë që bëra. Jo për turp, por që të më kuptoni." Ai u tregoi për babain e tij, për letrën e fundit, për premtimin që kishte bërë. Se kur nuk do linte një grua të vuante për shkak të tij. Kur mora vesh që të dyja ishin 7 zëna, mund të kisha ikur, por atëherë do isha thyer për jetë. Do e tradhtoja fjalën që i kisha dhënë babait tim. Do ju lija vetëm me turp, me fëmijë në krah, dhe do isha një frikacak. Prandaj zgjodha të qëndroj. Jo sepse jam hero, por sepse jam biri një burri që më mësoi se nderi s'është vetëm fjalë. Të dyja mbetën të heshtura. Lotët u rrëshitën pa fjalë. Aisha e kuptoi se dashuria e tij s'kishte qenë thjesht pasion, kishte qenë sakrificë. Lina e kuptoi se burri që ajo e kishte quajtur gabim, ishte në të vërtetë njeriu më i drejtë që kishte njohur. Ajo mbrëmje ndryshoi gjithçka. Një fillim i ri. 3 muaj më vonë, Arjani doli nga spitali. Zemra ishte përmirësuar, por ai dinte se jeta e tij duhej të ndryshonte. Nuk mund të punonte më 12 orë në ditë në ndërtim. Me ndihmën e Aishës dhe Linas, ata hapën një lokal të vogël afrikan shqiptar, ku shërbenin ushqime të dy kulturave, qofte shqiptare pranrizit me mango, baklava me kakao, muzikë shqiptare dhe afrikane bashkë. Në hyrje të lokalit kishin vendosur një tabelë të vogël ku shkruhej: "Dashuria nuk ka ngjyrë, por ka guxim." Brenda një viti, lokali u bë shumë i njohur në Lyon. Gazetarët vinin shpesh për të bërë reportazhe, dhe historia e tyre frymëzoi shumë njerëz. Por ajo që shumë nuk e dinin ishte se Arjani në çdo mëngjes lexonte ende letrën e babait. Dhe çdo herë që e lexonte, përqafonte fëmijët e tij dhe u thoshte: "Babai juaj bëri shumë gabime, por një gjë bëri drejt. Zgjodhi dashurinë para turpit." Fundi pjesës së tretë. Historia e Arjanit u përhap si zjarr në rrjetet sociale dhe shumë e quanin burri që sfidoi rregullat për dashuri. Por ajo që vjen më pas, në pjesën e 4, do t'rregoj se fati kishte ende surpriza. Një ofertë e çuditshme nga shteti francez, një dokument i harruar që mund t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë, dhe një vendim i ri që do e vinte përballë së kaluarës sërish. Kaluan 2 vite që nga dita kur Arjani doli nga spitali. Jeta e tij dukej më në paqe se kurrë. Lokali i vogël, bota në një tryez, ishte kthyer në një histori suksesi. Aisha dhe Lina ishin bërë jo vetëm bashkëshorte, por edhe bashkëpunëtore të pandashme. Të gjithë njihnin në lagje si motra shqiptare nga Gana. Edhe pse askush nuk e kuptonte saktësisht se si funksiononte ajo familje e pazakon. Por pas çdo dite të bukur në heshtje, Arjani ndjente se fati po përgatiste diçka tjetër. Dhe ajo ndodhi një mëngjes të zakonshëm, kur në derën e lokalit mbërriti një zarf me vulën e prefekturës së Lyonit. Ai e hapi me duar që i dridheshin. Brenda kishte një letër zyrtare me këtë përmbajtje: "E Arjan la, në lidhje me kërkesën tuaj për qëndrim të përhershëm në Francë, jeni ftuar të paraqiteni në prefekturë për të diskutuar një çështje që lidhet me statusin tuaj civil. Mos paraqitja mund të çojë në anulimin e dokumenteve tuaja." Në fillim, ai mendoi se ishte diçka rutinë, por kur shkoi atje, e priti një grua e veshur rept, me sy të mprehtë dhe dosje të trasha në tavolinë.
Zoti Arjan, kemi shqyrtuar dokumentet tuaja dhe kemi gjetur diçka të pazakontë. Në regjistrat tan ju rezultoni i martuar me 2 gra. Ai u ngrys, por ruajti qetësinë. Kjo është martesë simbolike, jo ligjore. Nuk kam kërkuar dokumente për poligami. Gruaja ngriti syt. E kuptoj. Por në Francë, edhe një ceremoni fetare e regjistruar publikisht mund të interpretohet si bashkëjetesë shumëfisht, dhe kjo është në kundërshtim me ligjin. Pastaj shtoi diçka që ja ngriti zemrën në fyt. Kemi 2 mundësi. Ose të zgjidhni cilën nga 2 gratë do të regjistrohet si bashkëshorte zyrtare, ose rrezikoni të humbni lejen e qëndrimit dhe lokalin tuaj. Arjani heshti. Një fjalë vetme do të mund ta ndryshonte jetën e të gjithëve. Gruaja vazhdoi. Ju duhet të firmosni brenda 30 ditësh. Ai doli nga ndërtesa i tronditur. Kishte përballë një zgjedhje që se kishte pritur kurrë. Në një anë ishte Aisha, gruaja që e kishte shpëtuar nga vetmia, në anën tjetër Lina, vajza që i kishte falur një fëmijë pa kërkuar asgjë në këmbim. Kë kishte për të zgjedhur tani, kur dashuria bëhet sfidë ligjore. Netët që pasuan ishin të gjata. Ai nuk flinte, vetëm shikonte fëmijët teksa flinin duke menduar. Nëse zgjedh njërën, tjetra do vuaj. Nëse nuk zgjedh, humb gjithçka. Një natë, ndërsa Aisha po e shihte të menduar, i tha: "E di që diçka po ndodh. Thuaje, Arjan." Ai nuk mundi më ta fshehte. Ja tregoj të vërtetën. Ajo heshti gjatë, pastaj tha: "Unë nuk dua që ti të humbësh gjithçka për ne. Nëse duhet të firmosësh për njërën, bëje për Linën. Ajo është më e re, do ketë më shumë nevojë për ndihmën tënde." Në atë çast, Lina po qëndronte pas derës. E kishte dëgjuar çdo fjalë. Hyri brenda me lot në sy. "Jo, Aisha. Ai nuk do të zgjedh mes nesh. Ai na mbrojti të dyja kur askush tjetër nuk do e bënte. Nuk do lejoj që tani të ndahemi për një letër." Të tre u përqafuan në heshtje. Ishte një moment i pastër dashurie, përtej çdo ligji enorme. Një zgjidhje e papritur. Pas ditësh të gjata mendimesh, Arjani mori një vendim. U kthye në prefektur me një dosje në dorë dhe i tha gruas që e kishte pritur herën e parë: "Kam sjell përgjigjen time. Shpresoj të keni menduar mirë", tha ajo duke marrë stilolapsin. Ai buzëqeshi lehtë. "Po, kam menduar shumë." Në vend që të firmoste ndonjërin prej emrave, ai dha një dokument tjetër. Një kërkesë për krijimin e një bashkëpunimi biznesi me 2 partneret e tij, Aisha dhe Lina, në pronësi të përbashkët. "Unë nuk dua t'i regjistroj si gra, sepse për mua jam më shumë se kaq. Janë nëna të fëmijëve të mi dhe bashkëpunëtoret e mia. Nuk dua leje qëndrimi nga dashuria. Dua leje pune që t'u jap jetë fëmijëve të mi me ndershmëri." Gruaja mbeti e heshtur. Ishte hera e parë që dëgjonte dik të fliste me aq vendosmëri e dinjitet. Pas disa javësh mbërriti përgjigja, kërkesa u pranua. Arjani nuk do të humbte më dokumentet, as lokalin, as familjen. Ai e kishte kthyer dashurinë në forcë ligjore, duke gjetur një mënyrë që askush tjetër se kishte guxuar më parë. Media dhe bota mësojnë historinë e tij. Kur historia u publikua në një gazetë franceze me titullin L'Albanais, çuja çoi si l'amor lieu de la loi, shqiptari që zgjodhi dashurinë mbi ligjin, njerëzit u mahnitën. Disa e quajtën hero, të tjerë kritikuan, por askush nuk mund të mohonte forcën e tij morale. Emri i Arjanit u përmend në shumë emisione. Ai nuk kërkoi famë, vetëm respekt për dashurinë e tij të pastër. Në një intervistë televizive, një gazetare e pyeti: "Nëse do mund të ktheheshe pas, do zgjidhje të njëjtën rrugë?" Arjani buzëqeshi: "Ndoshta po, sepse vetëm dashuria më mësoi çfarë do të thotë liri. Një fund që nuk është fund." Në fund të vitit, lokali u zgjerua. Tani kishte edhe një tabelë të re, krijuar nga 3 zemra dhe 2 kultura. Fëmijët e vegjël, Kleoni dhe Mirana, vraponin mes tavolinave, ndërsa Aisha dhe Lina qeshnin me klientët. Arjani në qoshe shikonte nga larg me krenari. Nuk ishte bërë milioner, por kishte arritur diçka më të madhe. Një familje të bashkuar përtej racës, ligjit dhe frikës. Një mbrëmje, kur lokali u mbyll, ai mori një letër të re që kishte ardhur nga Shqipëria. Ishte nga kushëriri i tij, që i tregonte se varri i babait ishte restauruar dhe në pllak kishin shkruar: "Këtu pushon një burr që rriti një djalë që mbajti fjalën." Arjani uli kokën dhe qeshi me lot në sy. "Tani mund të pushosh, bab", pëshpëriti. Fundi pjesës së 4. Por jeta ka gjithmonë surpriza. Në pjesën e 5, një kthes e re do të sjellë në skenë dik nga e kaluara e Arjanit.
një grua shqiptare nga Shkodra që do të pretendojë se është gruaja e tij ligjore nga Shqipëria, dhe se martesa e tij në Francë është nul. Ishte një ditë e ftohtë dhjetori në Lyon. Dritat e Krishtlindjeve ndriçonin rrugët, fëmijët e Arianit po zbukuronin pemën në lokal, ndërsa motrat Aisha dhe Lina përgatisnin ëmbëlsira tradicionale që e kishin bërë lokalin të famshëm. Gjithçka duke e qetë, derisa një telefonat e vetme ndryshoi gjithçka. Zoti Arjan Leka, pyeti një zë i huaj. Po, unë jam. Kush jeni ju? Këtu flas nga ambasada e Shqipërisë në Paris. Duhet të vini sa më shpejt. Kemi një çështje që lidhet me ju personalisht. Ai u hutua. Ishte hera e parë që merrte një thirrje të tillë. U përpoq të mos alarmonte askënd, por brenda tij diçka i thoshte se kjo s'ishte një thirrje e zakonshme. Një fytyrë nga e shkuara. Kur mbërriti në ambasadë, sekretarja e çoi drejt një zyre të madhe. Brenda, një grua e veshur me pallto të zezë po rinte me duar të kryqëzuara. Sapo ai hyri, ajo u kthye dhe sytë e tij u ngrin. Ishte Mira, gruaja e tij nga Shqipëria. Ariani u step. Nuk e kishte parë që prej 8 vitesh, që kur ajo kishte refuzuar të vinte me të në Francë. Mira, si? Po, e ndërpreu ajo me një ton të ftohtë. Mendoje se nuk do të gjeja. Zyrtari i ambasadës ndërhyri. Zoti Leka, zonja pretendon se është ende gruaja juaj ligjore sipas regjistrimeve në Shqipëri. Nuk ka asnjë divorc të regjistruar. Ariani ndjeu sikur toka i u zhduk nga këmbët. Ai kishte menduar se martesën e tyre e kishte mbyllur me heshtje vite më parë, kur ajo e kishte lënë pa asnjë fjalë. Mira, pse tani? Pse pas kaq vitesh? Ajo e pa drejt në sy. Sepse tani kam dëgjuar gjithçka për ty. Martesa jote në Francë, lokali, sukseset, gratë tua nga Gana. Dhe unë dua pjesën time. Një kërkesë e pabesueshme. Zyrtari shikonte të dy me kujdes. Nëse ajo është ende bashkëshorte ligjore, ajo ka të drejtë të kërkoj pjesë nga pasuritë tuaja. Do duhet të rregulloni statusin civil për të gjitha palët. Mira nxori një dosje. Këtu kam dokumentet e martesës son, të vullosura në Shkodër. Ti nuk je divorcuar kurrë. Çfarëdo që ke bërë në Francë, është e pavlefshme ligjërisht. Ariani mori frym thellë. Mira, unë s'kam asgjë që të përkas ty. Kur ike, më the se nuk do të më shihje kurrë më. Ajo ngriti vetullat. Njerëzit ndryshojnë, sidomos kur dëgjojnë që burri i tyre i dikurshëm është bërë i famshëm. Ai e kuptoi menjëherë. Nuk ishte dashuri, ishte interes. Por tani situata ishte serioze. Një procedurë ligjore mund të rrëzonte çdo gjë që kishte ndërtuar në Francë. Sekreti që ajo kishte mbajtur. Kur ai po përgatitej të largohej, Mira tha ftohtë. Mos harro, Arjan, nuk jam këtu vetëm për para. Jam këtu për djalin tënd. Ariani ngriti syt. Çfarë? Po, kemi një djalë. Lindi pak pas se u largove. E rrita vetëm. Dhe tani ai do të njohë baban e tij. Ai mbeti pa fjalë. Gjithë bota ju përmbys. Ajo nxori një fotografi. Një djalë rreth 7 vjeç, me flokë të zinj dhe sysit të tij. E quaj Arlind. Dhe tani dua që ai të ketë mbiemrin tënd. Lufta e ndërgjegjes. Kur u kthye në shtëpi atë natë, Aisha dhe Lina e pan të zbet. Çfarë ndodhi? Pyeti Lina. Ai u ul, i mbajti duar dhe tregoi gjithçka. Për Mirën, për djalin, për kërcënimin ligjor. Pasi ai mbaroi, ra heshtje. Aisha, gjithmonë e urtë, tha me zë të butë. Nëse ka fëmijë, ai ka të drejtë të njohë baban e vet. Nuk është faji i tij. Lina e shikoi me lot. Por ajo grua po të shkatëron gjithçka. Ne kemi luftuar për këtë jetë. Ariani e dinte. Zemra e tij ishte ndarë mes përgjegjësisë dhe dashurisë. Ai vendosi të shkojë në Shqipëri për të parë djalin me sytë e tij. Udhëtimi i kthimit. Kur mbërriti në Shkodër pas kaq vitesh, ndjeu erën e vendlindjes, e cila i ngjalli kujtime të dhimbshme. Në oborin e një shtëpie të vjetër, pa një djalë që luante me top. Arlind, thirri Mira. Ky është babai yt. Djali e pa për pak qaste, pastaj i buzëqeshi. Ti e babi që më dërgon lodra nga Franca. Ariani u trondit. Unë s'kam dërguar asgjë. Mira ndërhyri me një buzëqeshje të ftohtë. U detyrova ta shpik këtë, që të mos ndjente mungesën tënde. Ariani e përqafoi djalin. Lotët i rridhnin në heshtje. Ai e kuptoi se, pavarësisht gjithçkaje, ishte gjaku i tij. Kthimi me një vendim. Pas disa ditësh në Shqipëri,
Ai u kthye në Francë me një vendim të qartë. Do të pranonte përgjegjësinë për djalin, por nuk do të kthehej kurrë me Mirën. Në një letër për avokatin, shkroi: "Unë do të ndihmoj fëmijën tim në çdo mënyrë të mundshme, por jeta ime është këtu me Aishën, Linën dhe fëmijët tanë." Në mbrëmjen që pasoi, Aisha dhe Lina e pritën me darkë. Fëmijët e vegjël vrapuan ta përqafojnë. Ai shikoi dhe tha: "Tani e di, dashuria smatet me letër, por me kujdesin që jep çdo ditë." Kishte kaluar më shumë se një muaj që Arjani ishte kthyer nga Shqipëria. Çdo ditë përpiqej të jetonte normalisht, por mendja i shkonte gjithmonë tek djali që kishte lënë pas. Fëmijët e tij në Francë ndjenin ndryshimin, qetësinë e pazakont, sytë e largët, fjalët që ngelnin pezull. Një mbrëmje ndërsa lokali po mbyllej, dera u hap me forcë. Një grua hyri e shoqëruar nga një burr me kostum të zi. Ishte Mira, dhe pranë saj djali i vogël, Arlindi. "Kjo është hera e fundit që vi pa avokat," tha ajo me ton të ashpër. "Kam sjell vendimin e gjykatës së Shkodrës. Ti duhet të më pranosh mua dhe djalin në Francë si familje ligjore, ose përndryshe do të shpallesh bigamist." Aisha dhe Lina, që kishin dalë nga kuzhina, ngrinë në vend. Fëmijët e tyre u trembën. Ajo skeni ishte si një stuhi që goditi zemrën e shtëpisë. "Përplasja e 3 grave. Ti s'ke turp," shpërtheu Lina. "Vjen pas kaq vitesh dhe kërkon të rrëzosh gjithçka që ndërtuam." Mira e pa me përçmim. "Unë kam të drejtë ligjore, ti si asgjë." Aisha, gjithmonë e qetë, ju afrua dhe i tha me butësi: "Nëse ke ardhur për hakmarrje, do humbësh. Por nëse ke ardhur për djalin, atëherë ulu. Ai meriton paqe, jo luftë." Arjani qëndronte në heshtje, duke parë 3 gratë që e donin secila në mënyrën e vet, por e lëndonin në mënyra të ndryshme. Ai e ndjeu, kjo do ishte nata që do vendoste gjithçka. Zbulimi i madh. Mira nxori dokumentet. "Ja vendimi. Kam kërkuar që të regjistrohesh si babai ligjor dhe bashkëshorti im. Kam edhe një provë tjetër që do të trondisë të gjithëve." Ajo nxori një letër tjetër, një certifikat martesore e re, me vull të freskët, ku shkruhej se martesa e tyre ishte rivendosur për shkak të mungesës së divorcit. Aisha mori frym thellë. "Kjo do të thotë që gjithçka këtu është e pavlefshme?" Avokati i Mirës ndërhyri. "Ligjërisht po. Ai duhet të zgjedhë, ose ndan çdo pasuri me gruan e tij të parë dhe e pranon djalin, ose shkon në gjykatë për falsifikim martese." Në atë moment, Arlindi, djali i vogël, u afrua ngadalë dhe mori dorën e Arjanit. "Bab, a do na ndash?" Ajo pyetje i preu shpirtin. Në sytë e tij të vegjël, ai pa pafajësinë e vërtet, atë që ligjet nuk mund ta prekin. Zemra përballë ligjit. Arjani ngriti kokën. "Mira, unë s'do të luftoj më. Do njoh djalin, do jem babai i tij, por ti s'mund të më shkatërosh jetën që kam ndërtuar. Unë nuk do të jetoj më me urrejtje." Ajo u qesh me përbuzje. "Ti mendon se mund të zgjedhësh?" "Jo, nuk po zgjedh, po e mbyll këtë plag. Unë do firmos divorcin këtu në Francë para noterit. Do të dërgoj çdo muaj ndihmë për Arlindin, por jeta ime është këtu." Avokati u përpoq të kundërshtonte, por Aisha ndërhyri me një qetësi që mbushi dhomën. "Nëse dashuria jote është vetëm një luftë për të fituar, atëherë ke humbur që tani." Mira uli syt. Ishte hera e parë që dikush nuk e përballej me urrejtje, por me mëshirë. Djali i saj, Arlindi, ju afrua Linës dhe Aishës, të cilat i dha një çokoladë. Ai qeshi i lumtur, pa e kuptuar dramën që ndodhte rreth tij. Vendimi final. Pas disa ditësh në gjykatën e Lyonit, u nënshkrua divorci mes Arjanit dhe Mirës. Gjykata pranoi kërkesën e tij për kujdestari të përbashkët për djalin, me të drejtë vizitash. Mira mori një kompensim modest financiar dhe u kthye në Shqipëri, por para se të largohej, ajo i tha Arjanit: "E dija që nuk do mund të të mbaja me forcë, por ndoshta një ditë djali ynë do të krenohet që ke qenë babai i tij." Ai ju përgjigj me qetësi: "Vetëm nëse do e rritësh me dashuri, jo me urrejtje. Një familje e plot në mënyrën e vet." Vitet kaluan. Arlindi vinte çdo verë në Francë. Ai u miqësua me fëmijët e Aishës dhe Linës, duke u bërë si vëlla i tyre. Njerëzit e lagjes nuk kuptonin si mund të bashkëjetonin kështu, por për ta dashuria kishte forma të pafundme. Një ditë, në përvjetorin e hapjes së lokalit, Arjani mbajti një fjalim para klientëve dhe familjes. "Në këtë vend të vogël, kam mësuar se dashuria nuk është pronë. Është një bekim që duhet ndarë.
Kam bërë gabime, kam humbur e kam fituar. Por mbi të gjitha kam kuptuar se njeriu bëhet I pasur kur fal. Publiku duar trokiti. Aisha dhe Lina e përqafuan. Arlindi u ngjit në skenë dhe I dha një vizatim ku kishte vizatuar 3 gra dhe një burr në mes. Të gjithë që mbanin dorën e tij. Ky është babi im dhe familja ime, tha me krenari. Epilog. 10 vite më vonë, lokali I tyre u zgjerua dhe u kthye në një zinxhir restorantesh ndërkombëtare me emrin Unity Kitchen. Në hyrje një tabele e vogël shkruante: Ky vend u ndërtua nga dashuria që nuk njeh kufi, as ngjyrë, as ligj. Ariani, tashmë I thinjur, ulej çdo mbrëmje në cepin e lokalit me një buzëqeshje të qetë. Fëmijët I sillnin kafen dhe ai pëshpëriste me vete. Kjo është pasuria ime. Jo në banka, por në zemra. Në mbrëmjen e fundit të jetës së tij, ai la një letër për familjen. Dashuria ime mos harroni kurrë. Jeta është e çuditshme, por bukuria e saj qëndron tek ata që falin. Unë nuk u martova me 2 gra për pasion, por sepse shpirti im kishte vend për më shumë dashuri se sa bota mund të kuptoj. Dhe ashtu me paqe në zemër mbylli syt për gjithmonë, një shqiptar që sfidoi rregullat, por fitoi respektin e botës me zemrën e tij të madhe.